Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush është ky person që të fal, të ka lënduar, ka bërë gabime dhe kërkon falje për gjithë gabimet që ka bërë? Pra të ka lënduar, kush është ky person? Që ti e fal. Pra, ai pretendon që ti ta falësh për gabimet që ka bërë dhe të ka lënduar. Do ta zgjojmë me anë të tarotëve, të shenjave të horoskopit dhe të gërmave të alfabetit. Kush është ky person? Ky person e ka kuptuar që të ka lënduar dhe i ka kuptuar gabimet që ka bërë. Ai po reflekton, po mediton me vetminë e tij. Është pak person egoist dhe këtë lëndim apo këtë gabim e ka bërë nga ego e tij e sëmurë që ka brenda vetes tia. Ti je midis dy alternativave. Ta falësh apo mos ta falësh këtë person. Por ishe taroja, ishe fashën që këtë sytë dhe foli intuitës tënde të brendshme, zërit të brendshëm që të vinë tek bota juaj e shpirtit. Ky person ju jepon kalit dhe vjen drejt jush për të bërë atë pjesën e qartë që ju do, ju ka lënduar, ju kërkon falje dhe pret që ju ta falni, merr këtë rrugë, edhe pse e ka me dymendje, se mos ju nuk e falni, sepse mbrapa lë shumë gjëra, punën, se është i fokusuar shumë te puna, problemet që ka, biznesin e tij, por ai vjen drejt jush. Ky person vjen drejt jush sepse brenda shpirtit të tij ai beson dhe është i bindur që ju do ta falni. Do t'ja falni gabimet që ka bërë dhe lëndimet që të ka bërë. Dhe ju të dy bashkë me një person të tretë festoni këtë ardhje të këtij personi drejt jush. Me kë rezonon kjo histori, kjo energji? Me kë gërm? Me gërmën një, gjë, që, sh, në, dhe, më, vë, gë, f, me gërmën e dhe me gërmën e. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me luani, me binjakët, me peshoren, me demin, me virgjëreshën, shigjetarin dhe me gaforen. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.